Blerina Rodi nga fshati Luzati i Bashkisë Tepelen, prej më shumë se 5 vitesh, është angazhuar me pasion në bletari, fillimisht për kosheret kujdesej bashkëshorti i saj, por me kalimin e kohës, ajo e gjeti veten në këtë punë që sot e konsideron më shumë se një pasion, një mënyrë jetese. Kur kam ardhur këtu, që jam njohur me bashkëshortin tim, bashkëshorti i ka pasur bletët, dhe duke ardhur ai gjithmonë në punë, aty më filloi dhe mua sepse vija me të e ndihmoja dhe fillova dhe unë. Edhe kam 5 vjetë që unë e bëj këtë punë. Pas nesh ka filluar dhe vajza jon që është 16 vjeç dhe ajo i ka shumë qef dhe i ka shumë pasion. Vjen i ushqen, vjen i kontrollon, vjen u bësh shërbime. Aktualisht, bletritësja Blerina numëron mbi 50 koshere dhe nuk ka ndërmend të ndalet. Ajo e konsideron këtë aktivitet të vështirë, por njëkohësisht të bukur dhe të vlerësuar. Kemi rreth 50 copë, mendojmë se do t'i shtojmë akoma, sepse është një punë që e kemi pasion, e kemi shumë qef, kërkon punë të madhe, kërkon investim të madh, sepse ne ilaçet që ua marrim, nuk i marrim këtu në Shqipëri, na i sjellin nga jashtë. Normal që bleta nuk afron këdo. Kërkon të kesh një pasion, të vish ta bësh me kënaqësi punën tënde, sepse nëse nuk ke pasion, nuk ke dashuri për to, dhe këto vetvetiu nuk të qasin në punë. Ajo shprehet se kërkesat për mjaltin janë të larta, madje edhe nga jashtë vendit. Prodhimi si vjet nuk ka qenë dhe aq i mirë, por shpresojmë që do rregullohet, do marrim prodhim. Jo shumë, por sa për veten tonë. Harrini tash ishte? Po, kemi mjaltin që neve kemi, harrin dhe në Amerikë. Kemi disa klientë që vinë e marrin dhe janë shumë të kënaqur. Biles kemi raste që nuk i furnizojmë dot. Ngelemi të pa... Na ngelen klientët tanë që nuk u përgjigjemi dot. Me përkushtim, durim dhe dashuri për natyrën, Blerina Rodi po tregon se edhe në zonat rurale, punët e vështira mund të kthehen në pasione që japin fryte të qëndrueshme.